6 mujori i parë i vitit 2026 ka shënuar një rënje të dukshme të normave të interesit për kredit konsumatore, si në banka tradicionale, ashtu edhe në institucionet mikrofinanciare. Kredia deri në 200.000 lek ofrohet tani me një normë prej 54.8% nga 62.2% që ishte në periudhën e mëparshme. Për kredin nga 200.000 deri në 600.000 lek, norma maksimale është 35.43%, pak më lartë se më parë, por ende në nivelin e vitit të kaluar. Overdraftet për këtë kategori shënuan një rritje të lehtë në 18.5%. Kredia mbi 600.000 lek deri në 2 milion lek ofrohet me interes maksimal prej 14.71%, duke treguar një ulje krahasuar me periudhën e fundit. Këto ndryshime vijnë si pjesë e politikave të Bankës së Shqipërisë, që prej vitit 2022 ka vendosur norma tavan për kredit konsumatore, për të mbrojtur qytetarët nga interesat e larta, veçanërisht nga institucionet financiare që nuk janë banka. Krahasuar me fillimin e këtij regjimi, ku norma arrinte 171.41%, treguesi ka rënë ndjeshëm, duke lehtësuar barën financiare për qytetarët dhe duke siguruar një treg më të qëndrueshëm dhe më të drejtë.